Sa libra ndërkohë deri tani, sepse dhe si u futët ju tek ajo që nuk quhet libër për të treguar problemet e veta, po tek libër për të treguar problemet tona. Si e bët të kalimi ju? Po, kjo ëndra e shkrimit ka filluar në 90-ën me poezi, siç e thash, pastaj kjo histori ka qenë tentativa ime e parë ka qenë vjeshta e 93-shit. Unë sapo isha kthyer prap nga Shqipëria me dokumenta këtë herë për studime, edhe thash do ta provoj edhe unë një herë të shkruaj një roman. Edhe është, domethënë fazë është embrioni i këtij romani, domethënë. E shkruajta shqip 93-shin. Ka qenë vjeshta e 93-shit kur e shkruajta në gjuhën shqipe, po dëshira ishte për të treguar për familjen time, se zakonisht tregojnë historinë e vet, domethënë, emigrantët. Peripërcitë e veta. Unë shkova më tuti, inspiruar, i frymëzuar i çike edhe nga shkrimet, nga romanet e Faulknerit dhe Marquezit. Dhe unë i rash në... Po, që të dy, domethënë, më kishin mrekulluar me mënyrën e tyre, domethënë, të shkruarit. Ata janë autorët e preferuar? Ato ishin në atë periudhë, po, ishin në atë kohë autorët e preferuar dhe jam nis nga gjethurinat e Marquezit. Ai ka këtë lojën e personazheve të ndërthuren dhe tregojnë një çik historinë. Dhe kanë kapitullin e vetë se silin në të vetën dhe në fund është e gjitha. Ky është një libër i rëndësishëm, i thellë, dhe nga ato që nuk e kap tani dhe hajde se po lexoj natën. Po, të nxjerr gjumin dhe ti pastaj duhet të rish gjatë dhe ti kushtohesh. Ndërkohë, edhe ju keni qenë gjatë me këtë libër, por përpara se të shkruajë libri edhe një gjë, Artur Spanjolli është emri juaj apo është pseudonim? Jo, është emri im. Është Spanjolli. Po, emri im. Po, nga vjen se... Ky mbiemër vjen nga një fshat i Kavajës, nga Kanapara, domethënë, atje është një fis që ka këtë mbiemër dhe nga babai kur ka qenë i vogël, ka zbrit gjyshi, domethënë, ka në Durrës, është transferuar në Durrës. Fshati ka një fis që Spanjolli. Po, që e kanë mbiemrin Spanjolli. Ke hulumtuar ndonjëherë të kërkosh më shumë? Po, dokumente kështu, vetëm thashë theme, se dokumente nuk ka, domethënë, po mund të ketë lidhje me kryqëzatën e fundit, kryqëzatën e 4, që u nisën për Konstantinopoli, nuk fituan atje dhe kur u kthyen, pastaj një kontingjent i kësaj kryqëzate i cili kishte qëndruar në Durrës, në gjirin e Durrësit për shumë kohë, kur janë kthyer një fis spanjollësh, tregojnë nuk është kthyer në Spanjë, po janë vendosur aty. Dhe kështu vazhdoi historia. Po, libri tjetër ky. Është intrigante për të krijuar një histori origjinale, domethënë që ka lidhje me mbiemrin, me prejardhjen. Ndërkohë, në këtë libër ju nuk doni të tregonit mbiemrin dhe prejardhjen, por nuk e di çfarë ndjeja unë për shembull kur lexoja. Unë ndjesha në shtëpi, po në një shtëpi tjetër, po e kisha reatin sikur i njeh ata njerëz, sikur qëndroja dhe shikoja, vëzhgoja. Nuk e di, Amos në një intervistë tha, nëse do më thoshin të zgjedh midis një astronauti dhe një mize që qëndron në muret e një shtëpie, të një familje, unë do zgjidhja të isha miza që po shikon familjen. Edhe unë këtë po mendoja, jam një mizë që po shikon nga lart, nga tavani këtë shtëpinë, se si reagojnë, se si janë, se çfarë ndodhin, se si ikin, se si kthehen, se si ecin të dy. Ndërsa nëna vë atë napën. Po pra, këtë po mendoja kur shikoja gjuhën. Gjuha ishte fantastike, gjuha e fortë, edhe dialekti, edhe të gjitha ishin dhe nuk e kuptova, është shkruar në shqip, jo në italisht libri. Është shkruar shqip fillimisht, pastaj e kam shkruar duke pas tekstin në shqip, e kam shkruar italisht, pastaj e kam rishkruar shqip e italisht dhe kam bërë një... Ky libër pas ka kohë të gjatë. Pastaj, po, kanë mbetur, domethënë pas 10 vjetësh, morë një variant shqip që e kisha, se nuk gjeshin më as ato flopit e vjetra. Gjeta një variant shqip, domethënë të fillimit, edhe aty punova, edhe ky është, domethënë, është varianti përfundimtar. Ky është më mirë se italishtja. Se ndërkohë artisti, shkrimtari edhe piqet, edhe kemi më tepër eksperiencë jete, edhe i shprehej më bukur pastaj ato. Të gjitha. Po më thënë, e quan të mbyllur tani. Ky është i mbyllur. Ky është, domethënë, i thash te editorit italian, nëse don ta ribotosh, duhet të marrësh këtë për bazë që të punosh me materialin
Editori italian është kush? Livio Mucci. Livio Mucci, i shtëpisë botuese e Besa Editrice. Mund të pyes për diçka? A shet kjo shtëpi botuese në kuptimin në tregun real italian në libraritë reale italiane? Çon? Po, shpërndajnë ato në gjithë Italinë. Shpërndajnë dhe fakti që ka 35 vjet që shtëpi botuese, domethënë që ecën. Edhe ai nxjerr shumë tituj. Normal, dikush ecën më mirë, dikush ecën më keq, po ai e konsideron një nga librat më të rëndësishëm të karrierës tij. E tha edhe kur prezantova librin në Panajër. Që ky është libër. Tani me Toena, sepse me Toena, ishte Irena me cilën fola unë, një shtëpi e rëndësishme botuese, Toena. Dhe çfarë tha Livio Mucci? Livio tha që unë kam nxjerr shumë libra, por ky është një nga librat e rëndësishëm edhe tani, domethënë e konsideroj një nga shtyllat e atyre që kanë nxjerrë ai, domethënë. Jo, sepse vërtet këtë nuk e kam kuptuar, kam parë që ajo shtëpi botuese ka ndihmuar, ka botuar, ka shumë shkrimtar, po pyetja ime ka qenë, a shiten vërtet, a lexohen vërtet? Nuk e kam kuptuar, a lexohen, sepse nuk e dija. Që ti shikon shtëpi të mëdha botuese. Po, ato janë të shesin çfarë do të shkruash. Po. Sidomos tani. Kanë sistemin e shitjeve. Po megjithatë editoria mesatare ndonjëherë është më e mirë, është jep gjëra më interesante se sa editoria e lartë, domethënë. Jep gjëra që ti nuk e dije që. Po, nga ato libra që lexohen dhe flet me shokun më të ngushtë, i flet mirë për librin. Pastaj ai e lexon dhe i flet edhe dy shokëve tjerë, edhe për hapet pastaj. Dhe kjo është mënyra më e mirë për të ecur një libër. Është mënyra më e mirë, ashtu sikundërse edhe editori nuk duhet ta botojë librin sepse ai beson tek libri, jo të kërkoj lek, të kërkoj para. Ai beson te libri dhe duhet ta nxjerrë në treg për këtë arsye. Jo thjesht për të E kuptoj, po sa e vështirë duhet të jetë edhe ju për shembull, sado që besoni te vetja, duhet që 6 muaj të pikturoni. Kështu që ndonjëherë gjëra në këtë botë janë të varura shumë nga disa nga mjetesa. Kjo është e vërtetë. Po pastaj kur njeriu dashuron diçka me gjithë zemër, ai e bën. Edhe sikur një lexues të kemi. Po. Për shembull, librin e parë Borges kur e botoi mas një periudhë kohë, i tha editori, kemi shitur vetëm 28 kopje. Borgesi me ironinë e vet i tha, atëherë do me thënë që do t'i njoh një për një ato lexuesit e mi që më kanë blerë librin. Sa është një mision, është një mision. Shumë e bukur, të paktën do kem fatin t'i njoh 28 veta. E bukur. Pse ka pasur Borges edhe momente që shiste vetëm 28? Në fillim me librin e parë, siç do. Ju tani ku jeni, të cilët autor? Cilët janë autorët që lexoni? Recep Qosja kur e pyeta një herë që çfarë ndihmon njëri të shkruaj, tha ndihmon fakti që jo vetëm të shkruaj vazhdimisht, por edhe të lexoj vazhdimisht edhe sepse është i rëndësishëm ndikimi atyre që lexon. Patjetër, leximi është më i rëndësishëm se shkrimi, sepse është ushqimi i përditshëm, edhe ne shohim si e shohin botën me sy të tjerë. Domthonë është vërtet një dritare brenda shpirtit libri. Normal që don lodhje, por ama nga ajo lodhje ti paguash edhe me diçka më të thellë se sa mund ta japi për shembull filmi ose një formë tjetër. Jo, ato janë më shumë pilula, sidomos filmat që bëhen sot. Edhe pse ne kemi zakon që filmat që bëhen sot, librat që bëhen sot, jeta që bëhet sot, e krahasojmë gjithmonë me një gjë të bukur që ka ndodhur dje. Kjo është për shkak të dozës së nostalgjisë që ka çdo gjë, jo se është e vërtet, apo jo? Po. Librat që lexoj kam një formim klasik. Kam filluar duke I marrë shtetet mbar edhe kam lexuar klasikët e çdo vendi, domethënë, nga gjermanët për shembull Thomas Mann e Hermann Hesse, për mos më fol për Goethe e Schiller që I bënim që në shkollë I njihja. Pastaj në Rusi ka një pafundësi shkrimtarësh të rëndësishëm. Dostojevski, Gogol, Lermontov, Turgenev, Chekhov, janë megjithmonë shkrimtarë të rëndësishëm. Në Angli, domethënë me shkrimtarët më të mirë, Oscar Wilde për shembull, shumë I rëndësishëm. Edhe kështu me radhë, po ato që më kanë ngjitur vërtet kanë qenë latinoamerikanët. Aty ndihesh më afër. Për shembull, kur lexoja Marquezin thoja, po edhe ne kemi botë fantastike, edhe Shqipëria, edhe ne domethënë, mes folklorit edhe magjisë, Aty gjeta material të tregoja, cilën e kam treguar pastaj tek libri këtu.
Se pak a shumë të e njëjta botë është. Edhe ajo e Marquezit është botë, domethënë, që shkon shumë afër origjinës, no? Mua më ka ndodhur të shtëpia e shpirtrave kjo që po